I vendosur rreth 12 km larg qytetit të Gjirokastrës, Tranoshishta është kthyer në një nga destinacionet e turizmit malor. Fshati i vogël që jetohet nga 70 banor në Lunxhëri ka qelur dyert e banesave dhe pret me 10 vizitorë të huaj. Ata kanaru janë kënaqur këtu tek neve, kupton mikpritja se në çdo shtëpi të trokasim këtu thonë eni brenda, hajdeni brenda, kupton ti dhe vit. Gatimet vendase ku baza kryesore është bulmeti, mjalti i luleve, byreku dhe gatimet me saç i joshin së tepërmi turistët. Ne e kemi pasur dhe e kemi tradit gatimin lunxhot, po lezeti i gatimit lunxhot është i të përdorit të saçit. 20 vizitor italian ishin mysafir në familjen e Leonida Premtit. Prej vitesh, fal ushqimeve të tokës së Tranoshishtës, por edhe bukurisë së saj, banorët po e shohin zhvillimin e turizmit si një nga mënyrat që mund të bëjnë biznes me produktet e tyre origjinale. Sono un'archeologa e mi interessa tantissimo il vostro passato. Më pëlqen shumë Shqipëria për vetë faktin e profesionit tim. Unë jam arkeologe dhe njoh historinë e vendit tuaj, por dua të eksploroj dhe ta njoh më mirë në terren. Në 5 vite e kam vizituar shpesh këtë vend që ka ajër, ujë dhe ushqim të mrekullueshëm. Në Lunxhëri kam mësuar të pjek me saç dhe këtë traditë do ta përçoj edhe në Itali tek njerëzit e mi. Il burek antico. Për të rritur standardet e pritjes dhe plotësimit të kushteve për kërkesat e turistëve, banorët e ndihmuar edhe nga fëmijët e tyre në emigracion janë duke i rikonstruktuar dhe përshtatur banesat e tyre në shtëpi pritjeje.